Territori shqiptar për datën 19 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta, por të qëndrueshme duke sjellë mod kryesisht të kthjellët në të gjithë vendin. Paraditja do të jetë me mod të kthjellët dhe temperatura të ulëta, ndërsa pasditja sjell rritje graduale të temperaturave dhe diell në të gjitha zonat. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 12 gradë Celsius në zonat bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 7 deri në 8 orë me diell në shumicën e territorit. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 19 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 19 janar do të jetë rreth orës 6:55 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:47 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 2 deri në 8 gradë Celsius. Kukës -3 deri në 2 gradë Celsius. Peshkopi -1 deri në 3 gradë Celsius. Tiranë 5 deri në 10 gradë Celsius. Durrës 5 deri në 12 gradë Celsius. Kavaj 1 deri në 10 gradë Celsius. Elbasan 3 deri në 9 gradë Celsius. Bera 3 deri në 9 gradë Celsius. Korçë -6 deri në -2 gradë Celsius. Vlorë 5 deri në 11 gradë Celsius. Gjirokastër 1 deri në 8 gradë Celsius. Sarandë 5 deri në 11 gradë Celsius.